tenda, janari. Po Arta, mirëmëngjesi për krejt shikuesit edhe për çdo person qytetar i cili adresohet me ankesat e tëre tek emisioni jon. Edhe ne jemi këtu për juve qytetar dashur. Sot Arta jemi në Mitrovicën e Veriut, siç e ceke edhe ti më herët, më saktësisht në lagjën Kroj i Vitakut. Në dorën time po e nisi, po e kryj amanetin, po e them pak me popullorçe. Besjan Beci, i cilit fatura e rrymës i vjen 404.74 euro në muaj, edhe nuk i kanë ndru aparaturat, edhe nuk vinë me i ndru edhe pse jo në ankun këtë lagje, përpos që kanë probleme të shumta, por si gjithmonë banorët e kësaj lagjeje miren me çështjet më parimore, e unë këtu afër vetës e kam edhe Sedatin, se nuk po muj me dëgju shumë mirë edhe prej erës, i cili do na e tregoj më saktësisht sa i përket problemit. Do të thotë, jo është premtuar një rrugë ku do ketë qasje për këto 9 shtëpi gjithsej sa janë në këtë lagje, por që nuk është bërë. Ndonë që është miratu, i ka të gjitha fakte, të gjitha detajet edhe planin se si që ka qenë për me u rregullu rruga, por nuk ka ndodhur. Për ma shumë na flet vetë Sedati. Përshëndetje.